është kënaqësi e madhe të jem sot me ju për këtë nisë që sjell një energji të re për komunitetin dhe për kulturën tonë, sidomos me marrjen e detyrës së re, ta kem kënaqësi është me vërtet e veçantë. Jemi këtu për të hapur dyert e adresës së re të kreative për Marrëcin, e cila u zhvillu me mbështetjen e partnerëve tonë strategjik, UNDP-n dhe Qeverinë e Luksemburgut, të cilët i falenderojmë përzemërsisht për mbështetjen e vazhdueshme në ngritjen e promovimit dhe potencialit tonë ekosistem të kreativ. Ajo që po festojmë sot është shumë më tepër se sa rinovimi një objekti. Ky është një shembull i fuqishëm se si objektet ekzistuese mund të rimendohen dhe rilinden, për të sjellë energji të re dhe një qëllim të ri përmes kulturës, kreativitetit dhe bashkëpunimit. E dim shumë mirë që hapësirat e pashfrytzuara si kjo sot mbajnë potencial të jashtëzakonshëm. Sidomos kur transformohen me kujdes, ato mund të kthehen në nxitës të gjallërisë kulturore dhe zhvillimit lokal. Transformimi që po shohim sot në Marrëc është veçanërisht domethënës, sepse është thellësisht i rrënjosur në komunitet. Nuk është një projekt i mbyllur artistik, por një hapësirë e hapur në formësim nga dialogu, pjesëmarrja dhe pronësia e përbashkët. Nisma të tilla janë thelbësore për qëndrueshmërinë e artit sot. Ato e zgjerojnë rolin e artistëve si kontribues aktiv në shoqëri, duke krijuar mjedis ku eksperimentimi, shkëmbimi dhe bashkëpunimi ndërdisiplinor mund të lulëzojë. Në këtë mënyrë, sigurojmë që arti të mbetet i qasshëm, i rëndësishëm dhe i lidhur me jetën e përditshme. Njëkohësisht, projekt si ky luan rol gjithnjë më të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit. Turistët kulturorë sot krijojnë përvoja autentike, vende ku kreativiteti shihet, ku historia jetohet dhe ku komunitetet janë pjesë e përjetimit. Kjo hapësirë ka potencial të bëhet pikërisht një vend i tillë. Një destinacion i veçantë që mirëpret vizitor duke mbetur njëkohësisht i rrënjosur thellë në identitetin lokal. Si Ministri e Kulturës dhe Turizmit, mbështesim fuqishëm nisma ku kultura dhe turizmi e forcojnë njëra tjetrën, duke nxitur zhvillim ekonomik, duke fuqizuar komunitetin dhe duke mbrojtur trashëgiminë kulturore. Në fund, më lejoni të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për një figurë që e kemi shumë të shuar të vendit tonë si Slej Gjafën, studentët dhe mbi të gjitha komunitetin e Marrëcit, të cilët hapën dyert dhe kontribuan që kjo iniciativë të marrë formë që ka sot. Për të gjitha ata që do të angazhohen në këtë hapësirë në vitet në vijim, ju uroj që t'ju frymëzoj, të eksploroni, të pyesni dhe të krijoni. Faleminderit.